Mbi 22.000 lekë qëndrimi janë dhënë për punëtorët e huaj që kanë zgjedhur të punojnë në Shqipëri. Punëtorë nga Filipinet, India apo Egjipti po shihen si varg shpëtimi për krizën e thellë të fuqisë punëtore. Por pas shifrave në rritje, fshihet një hije e rëndë. Skema mashtrimi, kontrata të shkelura, pasaporta të mbajtura peng dhe në rastet më tragjike, aksidente fatale në punë. Sektori prodhimit kryeson me numrin e punësimeve të reja me 906 shtetas të huaj vetëm në 6 mujorin e parë të 2026-ës. Ndërkohë ndërtimi ka shënuar rritjen më të fortë nga 128 punëtorë të huaj në vitin 2024 në 419 vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti. Por ndërsa procedurat për pajisin me leje pune janë digitalizuar, mekanizmat që duhet të garantojnë mbrojtjen e tyre mbeten të dobët. Sipas organizatave që monitorojnë çështjet e trafikimit dhe shfrytëzimit në punë, realiteti me të cilën përballen shumë punëtorë të huaj në Shqipëri është tetë shqetësues. Vetëm gjatë vitit 2025 u regjistruan 130 denoncime nga punëtorë me origjinë nga Filipinet, India, Bangladeshi, Sri Lanka, Kenya dhe vendet e tjera. Denoncimet lidhen me kontrata që nuk kuptohen për shkak të gjuhës, mos respektimin e kushteve të punës, oraret të zgjatura dhe frikën për të denoncuar abuzimet. Këto raste tregojnë se shfrytëzimi mund të fshihet lehtësisht pas statistikave pozitive të punësimit. Alarmi u bë më i fortë pas aksidentit tragjik pranë Tegut, ku humbën jetën 2 punëtorë egjiptian. Ngjarja ngriti pikpyetje serioze mbi kushtet e sigurisë në punë, kontrollet e institucioneve dhe verifikimin e kualifikimeve të punëtorëve të huaj. Shqipëria po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion pune për shtetasit të huaj, por sfida nuk është vetëm të rrisë numrin e punëmarrësve, por të garantojë që ata të punojnë me dinjitet, siguri dhe drejta të mbrojtura.